Shtetet e Bashkuara nisën një valë sulmesh kundër Iranit për natën e 6 radhazi, duke goditur edhe infrastrukturën civile. Media shtetërore raportoi se sulmet kishin goditur ura, një stacion treni dhe një aeroport. Sipas tyre, Washingtoni shënjestroi aeroportin Iran Shar në Iranin juglindor, një stacion hekurullor në qytetin bregdetar Bandar Kamir, si dhe 5 ura. 7 persona u vranë në sulme, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve IRNA. Komanda qendrore amerikane tha se sulmet kishin për qëllim të degradonin më tej aftësitë ushtarake iraniane dhe shtoi se ushtarët amerikan kishin hipur në një anije që tentoi të thyente bllokadën ndaj porteve iraniane. Sulmet goditin gjithashtu afër ishullit Keshm, si dhe në qytetet bregdetare jugore të Bandar Abbas dhe Bushehr, vendi një termocentrali bërthamor. Garda revolucionare e Iranit tha se është hakmar duke goditur radarët e mbikëqyrjes detare amerikane në Oman, si dhe objektiva në Kuvajt dhe Bahrein. Ata gjithashtu pretendojnë se kanë sulmuar një qendër komande të operacioneve speciale të Shteteve të Bashkuara në Siri. Ky shënon sulmin e parë të drejt për drejt nga Irani ndaj Sirisë, e cila është përpjekur të shmangë përfshirjen në një konflikt që ka goditur vendet fqinje. Garda revolucionare tha gjithashtu se një sulm i papritur në Al Tanf, pranë kufirit me Jordanin, ishte hakmarrje për vrasjen e ushtarëve iranian më herët këtë javë. Ushtria e Jordanisë tha se rrezoi 3 raketa iraniane pa raportuar dëme ose viktima. Ndërsa sulmet përshkallëzohen, ngushtica e Hormuzit ka mbetur e mbyllur. Lufta po rrezikon të mbyllë edhe një tjetër rrugë të rëndësishme ujore, ngushticën Bab el Mandeb. Irani ka urdhëruar rebelët Huthit të Yemenit të jenë gati për të mbyllur kalimin në detin e Kuq, nëse Shtetet e Bashkuara sulmojnë infrastrukturën energjetike iraniane. Grupi rebel i mbështetur nga Teherani thuhet se është në gatishmëri të plotë për të bllokuar ngushticën, gjë që mund ta çonte çmimin e naftës në nivelin rekord, $200 për fuqi.